Parashikimi I motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Shtjella ciklonike po zhvendoset drejt Europës juglindore duke sjell rreshtje shiu dhe stuhi në brigjet e Ballkanit perëndimor. Por në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi vranësira dhe rreshtje të pakta shiu kryesisht në zonën veriperëndimore. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 12-23 gradë, zona qendrore 16-26 gradë, në Bregdet 18 maksimumi 26 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e njëjtë moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Temperatura do të jenë me rritje 13-15 gradë në mëngjes, 21 maksimumi 25 gradë në orët e mesditës. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pasuara nga rreshtje shiu lokale kryesisht në zonën qendrore në mesditë. Era do të jetë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 15 maksimumi 20 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 5 në brigjet e detit jon, por temperaturat do t'jenë me rritje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.